Kryeministri i detyr i Kosovës Albin Kurti gjatë një diskutimi të organizuar nga Qendra për Studime Politikave Europiane në Bruksel ka theksuar rëndësinë e integrimit të rajonit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, duke deklaruar se Kosova nuk ka plan B përveç anëtarësimit të plotë në bllokun 27 shtetesh. Kosova është demokracia më e avancuar në Ballkanin Perëndimor dhe bartëse e vlerave themelore të BE-s. Megjithëse mbetet vetëm një kandidate potenciale për anëtarësim në BE, megjithatë përkushtimi i vendit tonë ndaj anëtarësimit në BE dhe ndaj vlerave, politikave dhe standardeve të saj është më i fortë se kur, potencoi ai. Ai përmendi arritjen e Kosovës në vitet e fundit për fshirë aplikimin për anëtarësim në BE më 15 dhjetor 2022, liberalizimin e vizave që hyn në fuqi në datën 1 janar dhe përkushtimin e plotë ndaj politikës së përbashkëtë të jashtme dhe të sigurisë të BE-s. Kosova ka treguar se është një partner i besueshëm i BE-s dhe beson fuqimisht në të ardhmen e saj europiane, duke qenë shembull i demokracisë në rajon. Ne kemi treguar përkushtimin ton kur i jepen shanset barabarta. Është koha që BE-ja të tregojë se sheh Kosovën si pjesë të së ardhmes së saj, nënvizoi ndërtira kryeministri Kurti. Në këtë kontekst, kreu ekzekutivit kosovar bëri thirrje për hapa konkret nga Bashkimi Evropian.